Ju preket atë që janë vrarë shumë, është vrarë lideri suprem dhe zakonisht kur në vendet të tjera kur bjen lideri suprem, kur bie regjimi ose paktën ndryshohet diçka se demokracitë janë fjalë shumë mëdha. A tregoj kjo që kanë ajo që thatë ju, një shtrezim dhe institucione shumë të forta që pavarësisht këto veprojnë rigjenerohen prap mas brëm është vrarë një tjetër gjeneral. Po, është vrarë një tjetër. A tregon kjo që domun kanë një sistem shumë të fortë të ruajtjes shtetit nëpërmjet institucioneve që kanë drejt. Sigurisht, dhe kjo e bën më të vështirë. Kanë një strukturë më të cementuar të legitimitetit të regjimit, dhe pse ka pak kënaqësi që vinë për arsye ekonomike dhe një jetesë mirëqenie e munguar le të themi në popullsi, megjithatë vetë regjimi është i fortifikuar nga të gjitha anët. Sikurse dhe ju e përmendët i lirë, edhe vetë ajatollat erdhën të shtyt nga SBA-t, por edhe monarkia e Shahut nuk është se i bënte të kënaqur popullin iranian. Edhe aty kishte pak kënaqësi në mënyrën se si të gjitha burimet, resurset natyrore apo ekonomia u centralizuan nga monarkia, dhe janë të dyja këto periudha të cilat e bëjnë që popullsia iraniane të ketë një lloj rezistence ndaj këtij ndryshimi, po aq sa dhe vetë regjimi ka lojalistët e tij në atë mënyrë që nuk do donin një influencë amerikane. Dhe pse është për të ardhur keq duke parë për shembull një krahasim me vendet e Gjirit Persik, kemi vende të zhvilluara të cilat kanë përfituar le të themi nga influenca amerikane, kanë zhvilluar infrastrukturën e tyre të hidrokarbureve, pra të resurseve, dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur në Iran, dhe kjo është edhe për një sër arsyesh, po flasim dhe për një trashëgimi perandorake të vetë Iranit, i cili do donte edhe tashmë të përpiqej ta mbante hegemoninë e rajonit, si një vend i cili në atë balancën e pushteteve të jetë një hegemon dhe të vendosi politikat e jashtme. Dhe këtë gjë ai e ka bërë her pas here me Proksit e veta, që gjithmonë është përpjekur të ndikojë dhe të ndërhyjë në politikën e brendshme të shumë vendeve. Dhe ndaj duket që regjimi është i fortë dhe është ashtu sikurse ju e thatë, është i shtresëzuar, dhe nga ana tjetër vetë mënyra e funksionimit të tij me Proksit apo me celulat e ndryshme, Hezbollahun, Hamasin, Huthin, e bëjnë të tillë që ai gjithmonë të rigjenerohet.